si justifikim mund të jetë fakti që Rama mund të thotë unë do pres deri në 22 janar që të flas gjykata kushtetuese në themel për çështjen që është në themel, për nëse ka të drejtë Spaku të pezulloj me vendim gjykatës një antar qeverisë dhe më pas shoh ç'a bëhet, po dëm vendime për Belinda Ballukun. Fjalori i Edi Ramës, fjalori i këtyre i banditëve të drogës dhe të krimit. Fjalori fyes që përdor ai për strukturat e Spakut, për të cilët ka votuar vetë, si Qeçua. Ka vetur dhe ka votuar vetë. Ai nuk e shpëton dot më këtë situatë, tani që kanë marrë Amerikanët në dorë. Unë këtë besoj. Nuk mund të dalë tani kundër drejtësisë një radhë parë se ai del blok për vetë të tija. Pra dy rrugë janë, ose deputetët e Partisë Socialiste të dalin një grup i caktuar deputetësh dhe t'i heqin shumicën atij në parlament, për pasojë të kërkojnë bën zgjedhje të reja, ose të marrë pushtetin qeveria teknike që është në këmbë qeveria teknike, dhe të tallen këta. Atë e di mirë unë, ajo qeveri do shkoj shumë shpejt në zyrat e shtetit. Se po s'vajte ajo qeveri në zyrat e shtetit, Shqipëria s'ka për të bërë prokopi, dhe Shqipëria është e tratuar. Pra, Edi Rama këtë e di, ndaj dhe i trëmbet shumë Ballukut, por Ballukja e ka ndorë, e ka kastruar Edi Rama. Avokat, po kalojmë tek ana tjetër tani, Spaku. Nëse drejtësia pengohet për heqjen e imunitetit, a si mund veprojë, kush janë rrugët? Është grushteti, s'ka më rrugë tjera. Pengosh drejtësinë të kryejë detyrën. Nuk mund të avancoj më tej me hetime. Qa do hetoj? Ka hetuar i ka në doset gati. Qa do hetoj? Një më zotëri, pritet që të zbatohet uri prokurorit, që ata të shkojnë, ajo zonja të shkojnë para gjykatës. Qa ka për të hetuar aty? Një më është grushteti, po them, hani shqip, të e kam thënë me kohë që grushtetin drejtësisht bërë, e kam thënë para 3-4 vjetës, kur është dënuar ai gjyktari i KPA-s. Ai që u dënua nga ai prokurori që u emërua tani, u dënua me falsifikim intelektual. E keni thënë për Klodian Bravo. Bravo, që atëherë bërë grushteti në drejtësi. Tani po jepet dora përfundimtare. Shpresoj që t'i thresin mendjes këta që janë politikanë, se janë politikanë, janë hajdut, po kanë zënë kariket e politikës, shpresoj që t'i thresin mendjes dhe të lënë drejtësinë të bëj punën e vet. Por të marrim situatën që do votohet pro, mendoni që do jetë arrest me shtëpi apo arrest në burg? Pra viti i ri, si do ta gjej viti i ri? Viti i ri atë do ta gjej në dhomën e këtyre në paraburgim. Viti i ri atë duhet ta gjej në paraburgim. Tani se luhet në përkulisa, në përzyra, si që bë votimi gjykatës kushtetuese që asaj zonjës i vajti disa sekonda përpara se të votën i vajti urdhri, i thanë stop, nuk do votosh këtu, po do votosh këtu. Kështu bën të tëra, këtu që bie minuti nuk e bie viti. Por megjithatë unë shpresoj dhe kam besim që drejtësia do fitojë në këtë rast. Por sigur e thatë ju pak më lart me mbështetjen e amerikanëve. Po pa ata s'bën gjë këtu, harrojeni. Pa Amerikën këta në hand gjallë. E di që bën ai? Pa Amerikën ai bën një Waterloo. Se ai me idenë me mendimin e Luigjit 14, pas meje edhe të digjet bota, dhe të përmbyset bota. Është kriminal ai, se ai shikon që tani ka ngelur dy duar për një kokë. Ka ndihmës të shkëlqyer në thonjza, për atë lloj grupim njerëzish të Sali Berishës, e mbron ai. Thuhet dhe dëgjojmë në media gjithandej që ata janë takuar në shtëpinë e Zamirmanes,
Të dy Salihu me gjithë Edi Ramën. Po kjo avokat, ky rast mund ta ndihmoj për protestën e 22 dhjetorit, se duket sikur po shkon po çon Mulliri ujin në rrjedhën e tij apo jo? Jo, po nuk do ta bëj dot protestën e 22 dhjetor Sali Berisha. Ja po ta them unë, nuk do bëj deputatë protestë. Për këtë do bëjmë protestë. Ja unë jam demokrat i parë. I parë. Çfarë do më thuhet? Përse do vetëm të bëj? Për këtë do protestoj. Cili është objekti i protestës? Për Ballukun. Ja. Po ata sikur janë në opozit me Ballukun. Pra, do dalë të shkojnë në regjinë. Atë që kanë të gjithë një, janë komunistë. Dhe mbrojnë atë strukturën e Partisë Komuniste, e Partisë Punës Shqipërisë në pushtet, se ata janë në pushtet. Ndash opozit janë komunistët në pushtet. Edhe diçka të fundit kam avokatat për ta mbyllur tek pasuria. Mendoni që do futet pasuria, hetimi tek pasuria e zonës Ballukut dhe të tjerëve? Hetimin për pasurinë e zonës Ballukut dhe të ballukeve të tjera dhe të motër saj Pamela Balluku Qirko, që Pamela Qirko është ndarë, ka 15 vjetë që është ndarë nga i shoqi dhe mban emrin Balluku Qirko akoma, është Pamela Balluku, është motra e saj. Tani ju shikoni, ajo Belinda Balluku në postët më të larta të shtetit e motër e saj në gjykatën në komisionin e apelimit në KPK. Pra, këta janë dëgjoj zotëri. Këta janë ato tentakulat e komunistëve shqiptarë që kanë zënë të gjitha zyret e pushtetit. Në bazë dhe në qendër. Dhe pikërisht këtu qëndron dhe fuqia e tyre. Amerika ka vendosur ta shkallmoj këtë dhe unë kam besim absolut që do ta shkallmoj. Dhe ka filluar shkallmimi me këtë urdhër të prokurorit. Dhe do vazhdoj me futje në burg të dy këtyre krye kriminalëve, Sali Berisha e Edi Rama. Avokat, të falenderoj shumë për këtë analizë të shpejtë.